Rrugët e lagjes Afrim në Fier janë në gjendje alarmante për shkak të punimeve për ndërtimin e sistemit të kanalizimeve të ujërave të zeza. Ato janë kthyer në segmente të pakalueshme për automjetet, biçikletat dhe këmbësorët, duke rrezikuar çdo ditë sigurinë e banorëve. Banorët deklarojnë se firma zbatuese është njoftuar publikisht në prani të qytetarëve për dëmtimet e rënda të shkaktuara, por deri më sot nuk ka patur asnjë reagim për të ndërhyrë dhe as për të sqaruar apo për të dhënë një afat për përmirësim. Në këtë situatë, përgjegjësia nuk mbetet vetëm tek firma zbatuese, por edhe te Bashkia Fier si autoritet kontraktues dhe mbikëqyrës i punimeve, e cila ka detyrim ligjor të garantojë standardin e investimit dhe sigurinë e qytetarëve. Heqja institucionale përballë një problematike të tillë është e papranueshme, shprehen banorët të cilët e kanë denoncuar këtë rast në televizionin Apollon. Rrugët e lagjes Afrim në Fier aktualisht janë shndërruar në një kantier të hapur pa asnjë standard sigurie apo përgjegjësie. Ato janë degraduar me gropa, balë të vështirësi serioze kalimi për çdo mjet apo këmbësor. Banorët akuzojnë drejt për drejt zbatuesit e projektit për papërgjegjshmëri dhe mungesë totale kujdesi ndaj komunitetit. Sipas tyre, investimi për ndërtimin e rrjetit të ri të KOZ-s është kthyer në një mangth të përditshëm, duke rrezikuar sigurinë dhe izoluar zonën. Banorët e lagjes Afrim nuk kërkojnë luks, por rregullimin e rrugëve të dëmtuara për t'i bërë ato të kalueshme dhe dinjitet në trajtimin e investimeve publike. Sipas tyre, Bashkia Fier dhe firma zbatuese duhet të reagojnë menjëherë për t'i kthyer rrugët e brendshme të dëmtuara në rrugë me standarde normale që qytetarët të mos jetojnë me zbaltës pa afat si në mesjet, por si qytetar të denjtë të një vendi që pretendon të bëhet pjesë e Europës së qytetëruar.